A lejohet mbjellja e flokëve? Sa i përket mbjelljes së flokëve, kemi mendime të ndryshme të dietarëve, për shkak transmetimeve të ndryshme. Një ndër transmetimet të cilët e ndalojnë dhe anojnë në këtë mendim pakice e dietarëve, është nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë që mbjell flok dhe atij që i mbjellën. Sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el wasila wal mustawsila. Veçanti kur erdhi një gru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e shfaqi një problem, një breng që e kish kjo gru. Çfarë breng e kish kjo gru? Tha, vajzën e kam të re, është e fejuar dhe është para martesës. Mirë, po ka problem pra në flok. A val, a të gjithë flokët i kanë ra, apo ju kanë rallu, apo ka pas flok, apo ka pas pak flok, Allahu më mirë e din. Dhe kërkoj nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo gru ta zbukuron vajzën e saj, e cila ishte para martesës, që të vazhdon flokët e saj, pra t'i rrit flokët e saj, t'i ngjet flokët e saj, apo të rënë perik të asaj kohe, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndalon. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall i ka mallku ata të cilët pra mbjellin flok dhe ata të cilët i mbjellin. Nga ke hadith dhe hadithet e ngjashme, kanë anu disa dietarë që ndalohet mbjellja e flokëve, por vetëm në rast specifik. Në raste specifike do të thot një njeri që runa Zot nëse sprovohet nga një sëmundje e ranë, në veçanti sëmundje e kancerit, të ka pas nevojë që të shërohet, që të përdor ilaçe me rrezatime kimike, ku kanë shkaktuar ramjen e flokëve, atëherë këto dietarë të përjashtojnë dhe thojnë se në këtë rast lejohet mbjellja e flokëve. Dhe kjo është një mendim i dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve është që mbjellja e flokëve lejohet. Për shkak se mbjellja e flokëve nuk është ndryshim i krijimit të Allahut azza wa jall. Po flokët e të njëjtit njeri, pra mirët nga e njëjta kokë, dhe vijen në ato vende që në esencë kanë qenë flokët. Pra, jo flokë që të sjellën nga personat të qerë, edhe nuk janë gjithashtu që i përngjan perikave të ndryshme, mirë po janë flokë të njëjtit person, që mbjellën në ato vende ku Allahu azza wa jall i ka kriju. Dhe kjo nuk ban pjesë në ndryshimin e krijimit të Allahut, siç kanë thonë këta dietarë. Dhe kjo është shumica mendimit të dietarëve. Ku janë bazu këta dietarë që e kanë leju mbjelljen e flokëve? Argumentin më të fuqishëm që e posedojnë është hadithi i Imam Buhariut që e transmeton Ebu Huraira, ku Allahu azza wa jall vendos që t'i sprovon tre njerëz. Njëri ndër ta ishte tullac, pra njeri që i patën ra flokët. Dhe Allahu azza wa jall dërgon një melek në rrugë për ta sprovu këtë njeri. Dhe një ndër pyetjet që ja parashtron ky melek, e pyet ata dhe i thot: "Çfarë dëshire ke? Cila është kërkesa ytë?" Dhe ai kërkon që Allahu azza wa jall t'i dhuron flokë të bukur, nga se e një në vetën e ti të shëmtuar, të dalluar në mesin e njerëzve. Dhe meleku, porsja t'ja fërkon kokën e ti, i kthen flokët në formën më të mirë. Ka thonë dietarët se këtë hadith që e ka transmetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka bë me dije se nuk lejohet që njeriu të kërkon flokë të bukura. Dhe nuk na kanë tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka transmetu këtë hadith që neve nuk na lejohet që të kërkojmë flokë të posedojmë.
Kështu që dhe unë anoj të mendimi i dietarëve të grupit të dytë që lejohet mbjellja e flokëve në veçanti tek ata që kanë ra flokët para kohë, ndërsa tek pleqët që i cilët janë në moshën e shtyrë nuk preferohet që të mbjellen flokët. Allahu Azza wa Jall më mirë e din.